Po më dërmoni për një anshëm që e nxorët nga dera kryetarin e bashkisë, po e futët nga dritarja. Tani ky këshill duhet të fusë urgjentisht rend të ditës. Të mbaroj lutem, të mbaroj së të preva. Të mbaroj lutem mos ndërprit. Kohën. Rendi ditës i pari duhet ishte si po ecim punën në Bashkinë e Tiranës. Po të kemi palë të përgjegjshme në të këshill. Gjëja që duhet bërë është diskutohet çfarë po ndodh në Bashkinë e Tiranës. Kemi deklaratë kryetares në detyrë në mbledhjen e fundit. E cila tha unë jam kryetare e zgjedhur, tha mos kërkoni mua çdo gjë llogari. Dhe ka thënë këtu mbledhje këshillit. Tani kemi një vendim gjykatës kushtetuese. Kemi edhe ca akte të ndërmarra nga kryetari i bashkisë që nuk është fizikisht në detyrë. Siç është shkresa e dalë për dekorimin e Tiranës. A mund ta dim si po menaxhohet kjo bashki? A mund të marrim informacion për këtë pjesë? A mund të diskutojmë se kush është ekzekutivi i kësaj bashkie? Çfarë kërkojmë? Transparencë. Por kërkojmë atë që s'është bërë kurrë në 2 vite e gjysmë. Dhe cilën ju bëni çmos ta mohoni. E përcaktoni vetë rendin e ditës, e caktoni vetë orarin e mbledhjes. Nuk e respektoni orarin e mbledhjes. Fusni rendite akte që s'ka kaluar në komisione, ja hedhur poshtë komisione. Por kjo është përgjegjësia para juaja. Nuk është përgjegjësia as kujt tjetër. Ju dëgjoni të tjerët, merrni urdhra nga të tjerët, por përgjegjësia është e juaja dhe nuk e kuptoj. Do të thotë kuraje në këtë kohë, e mbarova, mos më ndërprit. Mos më ndërprit, duroni. Duroni më keni durim. Ju pritëm 45 minuta që të vinit. S'pas keni durim 5 minuta diskursin dorë. Duroni. Dhe unë se kuptoj e përsëris dhe njerë që duhet kuraj në këtë mos të kohë. Sidomos të kohë. Që për shkeljet gjithë po vjen para drejtësisë, ju vazhdojnë të shkeli ligjin në mënyrë të hapur. Ligji për vetë qeverisje vendore, rregullore në cilë është akti nënligjor, vazhdojnë ta shkelni pa u dritur shërpiku. Duhet me vërtet kurajë nga ana juaj. Me rregulloren fjala shkon për kryetaren në detyrë për të prezantuar aktet e rendit ditës. Zonja Ristani, fjala është për ju zotit e ligjit. Jo, fjala është për zonjën Ristani për të parashtuar aktet. Kjo është e tepërt. Mos e ndërprit. Jo, në përputhje me rregulloren, në përputhje duhet të diskutojmë, po ju nuk po lejoni kryetaren në detyrë të sqarojnë dhe të diskutojnë problematikat e Tiranës. Fjala juaj përfundon këtu. Fjala për zonjën Ristani, fjala për zonjën Ristani.